para disa ditëve e bënë hoxhës me tush një shkurtesë të audionuri dhe pat shumë reagime. Hoxha me tush tha sipas fesë islame në xhenet veç muslimani mundet me shku. Sipas fesë islame. Normal sipas krishterizmit dhe krishterë, apo? Allah i madhëshëm në Kur'an në shumë ajete e tregon se domethënë xheneti është përfundim i besimtarëve dhe janë bilëm dy kushte. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira. Andaj këtu e potencion edhe faktin se besimi i zhveshur nga vepra e mirë nuk mjafton për të hyrë në xhenet. Po me qenë besimi dhe vepra e mirë. Këto janë domethënë tentativa për të barazuar dhe kjo është ajo padrejësia e madhe edhe normalisht ajo logjika e mbrapsht e cila e devalvon këtë bisedën e tyre. Si ka mundësi të bëhen barabart besimtar me jo besimtar? Atë pse dallimi? Atë pse përkushtimi? Atë pse devocioni, devotshmëria? Atë pse përkorrja? Atë pse abstenimi nga ngrënia dhe pila në Ramazan? Zgjimi herët në mëngjes për sabah, dhënia e pasurisë tonë që ke fituar me djers, zeqat e sadaka, sabri gjatë fatkeqësive. Atë këta edhe këta tjerë që s'kan posë hiç të dyja me kon barabart nuk mundet. Allahu në Kur'an thotë qartë, enajal muslimina enajal mujrimina kal muslimin malikum kayfa tahkumun. Atë bëjmë barabart kriminalët me muslimanat. Ç'është kjo punë si gjikoni ju? S'mundet. Besimi monoteist është kusht për të hyrë në xhenet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë nuk ka për të hyrë në xhenet ai që nuk thotë la ilaha illallah. Tash fjalia la ilaha illallah është çelësi i xhenetit. Kushdo që beson besime jashtë monoteizmit, ka trinitet ose ka idhujtarie, nuk mundet me hyrë në xhenet kushdo qoftë.